Miq të dashur, përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin Rruga, pjesë e shërbesës biblike të Dr. Michael Youssef. Seria e mesazheve që jemi duke transmetuar tek ju është vërtet shumë e veçantë. Përgjatë këtyre mesazheve ne do të krahasojmë kopshtin e Perëndisë me qytetin e njeriut. Perëndia kishte caktuar që njerëzit e tij të jetonin në një kopsht. Një kopsht që plotësonte gjithë nevojat e tyre. Një kopsht ku të gjitha ata mund të përjetonin lavdinë e Perëndisë. Sidoqoftë njeriu me kokëforcinë e tij zgjodhi të ndërtonte një qytet. Një qytet të mbushur me njerëz të shtirur, arrogant dhe krenar. Pastaj Perëndia vendosi ta shkatërrojë e dërgoi përmbytjen e madhe. Por një njeri i ndershëm si Noe u gjeti hir në sytë e Perëndisë dhe ai e zgjodhi atë për të populluar sërish tokën. Por sërish bota mendoi se mund t'ia dilte mban pa Perëndinë. Nimrodi, një nga pasardhësit e Kamit, donte të ndërtonte një qytet të rim që të kundërshtonte Perëndinë. Dr. Youssef do të na tregojë se ky qytet do të themelonte kultin e vetadhurimit. Falli, magjia apo astrologjia ishte një dëshirë e dëshpëruar e tyre për të kundërshtuar Perëndinë. Por praktikimi i magjisë që fillimisht ishte i përhapur vetëm në Indi, por rigjallërohet sot në Evropë dhe Amerikë. Të shumtë janë ata që duke u dhënë pas fallit japin lavdi Satanit. Ja pse e shohim si shumë të rëndësishme që të flasim për të në programin ton. Na ndiqni sot ndërsa Dr. Youssef shpjegon se si ky fenomen shqetësues çon drejt rënimit të njerëzimit. Hello listening friends. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. We are so glad you tuned in to listen to this program. Ne jemi shumë të kënaqur që po na ndiqni në programin ton. We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City. Kemi përcjellë një seri mesazhesh me titull Kopshti ndaj qytetit. And I want to begin today by telling you about something somebody said. Dhe sot unë dua të përmend diçka që ka thënë dikush. That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world. Se një ringjallje babilonase po ndodh në Amerikën e Veriut, në Europë dhe në pjesën më të madhe të botës. What is a Babylonian revival, you ask? Ju pyesni, çfarë është ringjallja babilonase? It is fortune telling. Është falli. It is the occult. Është magjia. It is tarot card reading. Është leximi i letrave tarot. It is astrology. Është astrologjia. It is horoscope. Është horoskopi. All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis. Gjithë këto çmenduri të fundit janë po aq të vjetra sa kapitulli 11 i librit të Zanafillës. For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call The Garden versus the City. Për ata që na ndjekin për herë të parë, ne jemi në mes të serisë së programeve që i kam titulluar Kopshti ndaj qytetit. It is the garden of God versus the city of man. Është kopshti i Perëndisë ndaj qytetit të njerëzit. In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Në programin e sotëm ne do të shohim Zanafillën, kapitulli 11, vargjet 1 deri në 9. Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë. Dhe ndodhi që ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje. Dhe i thanë njëri tjetrit: "O burra, të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr." Dhe përdorën tulla në vend të gurve dhe bitum në vend të llaçit. Dhe thanë: "O burra, të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kull, maja e së cilës të arrijë deri në qiell dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut." Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bitë njerëzve ishin duke ndërtuar. Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë. Dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë. Tani, asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë. O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit." Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuari qytetin. Prandaj këtij vendi u dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau mbi tërë faqen e dheut.
There is nothing new about the occult, as I said before. Siç u thash pak më parë, magjia nuk është një gjë e re. I'm going to explain this in a minute. Do t'ja shpjegoj këtë për një minutë. But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult. Por, më lejoni t'ju tregoj diçka të re në lidhje me popularitetin modern të magjisë. These occult practices are being revived in Europe and America. Praktikimi I magjisë po rigjallërohet në Europë dhe Amerikë. These occult practices were not generally known to these parts of the world. Praktikat e magjisë nuk njiheshin gjerësisht në këto pjesë të botës. They were known in India and other countries. Këto praktika njiheshin në Indi dhe vende të tjera. But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology. Por vetëm në Shtetet e Bashkuara vlerësohet në 50 milion numri I atyre që besojnë tek astrologjia. There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers. Ka mbi 200.000 telepatik dhe fallxhor që punojnë me kohë të pjesshme. There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers. Ka mbi 20.000 telepatik dhe fallxhor që punojnë me kohë të plotë. There are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column. Ka më shumë se 2.000 gazeta në Shtetet e Bashkuara që kanë rubrikën e përditshme të horoskopit. And it is not limited to the United States. Dhe nuk ndodh kështu vetëm në Shtetet e Bashkuara. This epidemic is worldwide. Kjo epidemi është mbar botërore. And it has been growing in size for many years. Dhe për shumë vite është rritur në masë. In fact, Adolf Hitler was known to be a great believer in astrology and the lining of the stars. Në fakt, Adolf Hitler njihej si një besimtar I madh I astrologjisë dhe drejtimit të yjeve. He sought the counsel of astrologers in everything he did. Ai kërkoi këshillën e astrologëve për çdo gjë që bënte. He asked them where he should go and whom he should meet. Ai pyeste se ku duhet të shkonte dhe kë duhet të takonte. One day, toward the end of his miserable life, Një ditë, diku nga fundi I jetës së tij të tmerrshme, he became very obsessed with death. ai u fiksua shumë me vdekjen. In this series of broadcasts, we have been contrasting the garden of God with the city of man. Në këtë seri programesh ne kemi krahasuar kopshtin e Perëndisë me qytetin e njeriut. God intended for his vice-regents to live in a garden with all of its beauty. Perëndia kishte caktuar që zëvendës regjentët e tij të jetonin në një kopësht me gjithë bukurinë e tij. God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision. Perëndia kishte caktuar që Adami dhe Eva të jetonin në kopësht me gjithë sigurimin e tij. God intended for his vice-regents to live in a garden with all of its protection. Perëndia kishte caktuar që zëvendës regjentët e tij të jetonin në kopësht me gjithë mbrojtjen e tij. Yet man chose to build a city. Sidoqoftë, njeriu zgjodhi të ndërtojë një qytet. We have looked at the city of man with all of its rootlessness. Ne kemi parë qytetin e njeriut me gjithë mosrënjosjen e tij. The city of man is filled with loneliness. Qyteti I njeriut është I mbushur me vetmi. The city of man which is filled with artificiality. Qyteti I njeriut që është I mbushur me shtirje. The city of man that is filled with arrogance and pride. Qyteti I njeriut që është I mbushur me arrogancë dhe me krenari. In our last broadcast, we concluded by stating how God righteously judged the city of man. E mbyllëm programin e kaluar duke ju treguar se si Perëndia gjykoi me drejtësi qytetin e njeriut, By sending the flood to cover the earth. duke dërguar përmbytje për të mbuluar tokën. The Lord used Noah to warn the people of the earth, Zoti përdori Noeun për të paralajmëruar njerëzit e tokës, but they did not listen. por ata nuk e dëgjuan. And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood. Dhe që të gjithë përveç familjes së Noeut u shkatërruan në përmbytjen e madhe. After the flood, Noah's children populated the earth once more. Pas përmbytjes, fëmijët e Noes e populluan edhe një herë tokën. Noah had 3 sons, Noeu kishte 3 djem, Shem, Ham, and Japheth. Semi, Kami dhe Jafeti. Ham sinned against his father and ridiculed his father, Kami mëkatoi ndaj babait të tij dhe talli të atin, and he received the curse. dhe ai u mallkua.
That curse was transferred to his descendants. Ky mallkim u pasua tek pasardhësit e tij. Shem, on the other hand, honored his father. Në anën tjetër Semi nderoi tatin. So he and his descendants received a blessing. Prandaj ai dhe pasardhësit e tij u bekuan. Make no mistake about it, God blesses you when you love your parents. Mos u gaboni për këtë. Kur i doni prindërit tuaj, Perëndia ju bekon. Abraham was a descendant of Shem, Abrahami ishte pasardhës i Semit, but Canaan was the descendant of Ham. por Kanaani ishte pasardhës i Kamit. One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers. Një nga pasardhësit e Kamit i quajtur Nimrod përqeshi dhe talli mallkimin e Perëndisë për paraardhësit e tij. Let us look at the scripture in Genesis 11, 1-9. Le të shikojmë shkrimin tek Zanafilla kapitulli 11 vargjet 1 deri në 9. I can use my imagination about this man Nimrod. Unë mund të përdor imagjinatën time për këtë njeri, Nimrodin. I can imagine him to be saying, Unë imagjinoj atë të thotë, God said what? çfarë tha Zoti? We are going to be slaves to the descendants of Shem? Ne do të jemi skllëvër të pasardhësve të Semit? What kind of God is this? Çfarë Zoti është ky? I'm going to show him who is what. Unë do t'i tregoj atij se kush është gjithsecili. Instead of recognizing his ancestors' sin, Në vend që të njihte mëkatin e paraardhësve të tij, instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord, në vend që të pendohej dhe të kthehej tek Zoti dhe të gjente favor në sytë e Zotit, Nimrod wanted to defy God and God's plan. Nimrodi donte të kundërshtonte Perëndin dhe planin e tij. Nimrod wanted to prove that he was not in need of God. Nimrodi donte të provonte se nuk kishte nevojë për Perëndin. Nimrod wanted to build a civilization to oppose God. Nimrodi donte të ndërtonte një qytetërim që të kundërshtonte Perëndin. People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment. Njerëzit që refuzojnë të besojnë Jezus Krishtin janë në gjykimin e Perëndisë. And anyone who refuses to deal with the cause of that judgment Dhe kushdo që refuzon të përballet me çështjen e këtij gjykimi, is in rebellion. është në një rebelim. There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse. Ka njerëz në mallkim që refuzojnë të vinë tek Perëndia për të çliruar nga ky mallkim. Do you know why? A e dini pse? Because that requires their submission to God. Sepse kjo kërkon nënshtrimin e tyre ndaj Perëndisë. Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin. Çdo sëmundje që njihet nga njerëzimi është rrjedhoja e mëkatit fillestar. Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin. Çdo dhimbje në botë është rrjedhoja e mëkatit fillestar. Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man. Çdo mëkat dhe pasoja e tij është rrjedhoja e rënies së njeriut. And today, 2000 years after Christ was born, Dhe sot, 2000 vjet pas lindjes së Krishtit, today, 2000 years after Christ's provision for salvation, sot 2000 vjet pas sigurimit të shpëtimit të Krishtit, today, after Christ's provision of victory, sot pas sigurimit të fitores së Krishtit, those who refuse to submit to him are defying God. ata që refuzojnë të nënshtrohen atij e kundërshtojnë Perëndin. Look at the way we deal with the curse of sin. Shikoni se si përballemi me mallkimin e mëkatit. If there is a new virus in the universe, Nëse ka ndonjë virus të ri në univers, we say, oh, we can eliminate it. ne themi, "Oh, ne mund ta asgjësojmë." If there is an incurable disease, Në qoftë se ka ndonjë sëmundje të pashërueshme, we say, oh, we will cure that. ne themi, "Oh, ne do ta kurojmë këtë." We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything. Ne mburremi duke thënë, "Na jepni para, na jepni kohë të mjaftueshme dhe teknologji dhe ne mund të bëjmë çdo gjë." We don't need God, we have technology. Ne nuk kemi nevojë. Zot, ne kemi teknologjinë. We don't need God, we have science. Ne nuk kemi nevojë për Perëndin. Ne kemi shkencën. We don't need God, we have supercomputers. Ne nuk kemi nevojë për Perëndin. Kemi superkompjutera. We don't need God, we have our ingenuity and talents. Ne nuk kemi nevojë për Perëndin.
ne kemi zgjuarsinë dhe talentet tona. You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied. Ju nuk keni pse të jeni dietar të Biblës për të kuptuar se Perëndia nuk mund të kundërshtohet. God's judgment cannot be defied. Gjykimi i Perëndis nuk mund të kundërshtohet. God's decrees cannot be defied. Dekreti i Perëndis nuk mund të kundërshtohet. There is only one way to escape the curse of sin, Ka vetëm një rrugë për të shpëtuar mallkimit të mëkatit. and that is by coming to the only one who took the curse upon himself. Dhe kjo është duke ardhur tek I vetmi që mori mallkimin mbi vete. That is why Jesus is given the name above every name. Ja pse Jezusi mban emrin që është mbi çdo emër tjetër. And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord. Dhe ja pse në emrin e Jezusit çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se ai është Zot. Why? Përse? Because he took a curse upon himself that did not belong to him. Sepse ai mori mbi vete mallkimin që nuk I takonte atij. It was your curse and it was my curse that he took upon himself. Ai mori mbi vete mallkimin tënd dhe mallkimin tim. Now let's go back to Nimrod. Tani le të kthehemi sërish tek Nimrodi. Nimrod wanted to build a civilization. Nimrodi donte të ndërtonte një qytetërim. Nimrod wanted to make God obsolete. Nimrodi donte ta vjetëronte Perëndin. Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God. Së fundmi Nimrodi donte që qytetërimi I tij të kundërshtonte Perëndin. That civilization we call Babylon or the Tower of Babel. Këtë qytetërim ne e quajmë Babiloni ose Kulla e Babelit. Today, I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible. Unë sot dua t'ju tregoj se pse Babilonia ka zënë gjithmonë një vend të rëndësishëm në Bibël. From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation, Që nga fillimi I Zanafillës 11 deri tek libri I Zbulesës, Babylon is a symbol of living at enmity with God. Babilonia është simboli I një jete që është në armiqësi me Perëndin. Babylon is a symbol of following false gods. Babilonia simbolizon ndjekjen e perëndive të rreme. Babylon is a symbol of abomination of earthly cities. Babilonia është simboli I urrëties së qyteteve toksore. How did Babylon get that dubious reputation? Si e fitoi Babilonia këtë reputacion të dyshimt? It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves, Gjithçka fillon këtu, tek Zanafilla 11, kur Nimrodi dhe banorët e Babilonisë I thanë vetes: let's come and build a city with a tower to reach heaven. Le të ndërtojmë një qytet me një kull që të arrijë qiellin. And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began. Dhe me këtë projekt ndërtimi nisi dhe kundërshtimi formal dhe I mirë organizuar I Perëndisë mes njerëzimit. My listening friends, Të nderuar dëgjues, there are three important things you must remember about the people of Babylon. ju duhet mbani mend 3 gjëra të rëndësishme në lidhje me njerëzit e Babilonisë. 1. E para, They had a vision for a city without God. ata kishin një vizion për një qytet pa Perëndin. 2. 2. They had a vision for stealing God's glory. Ata kishin një vizion për të vjedhur lavdinë e Perëndisë. 3. 3. They had a vision for the religion of self-worship. Ata kishin një vizion për besimin e vetadhurimit. Let's look first at this vision for a city without God. Le të shohim së pari vizionin për një qytet pa Perëndin. Nimrod wanted to build a great empire with a religious system. Nimrodi donte të ndërtonte një perandori me një sistem besimi. That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth. Kjo është, ai donte një sistem në kundërshtim me Zotin e qiellit dhe tokës. In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God. Me një veprim të matur, qytetarët e Babilonisë zgjodhen të refuzojnë njohjen e Perëndisë së vërtet. And when people reject the true God, Dhe kur njerëzit refuzojnë Perëndinë e vërtet, like it or not, they will embrace false gods. pavarësisht nëse u pëlqen apo jo, ata do të përqafojnë perënditë e rreme.
whether they acknowledge it or not, pavarësisht nëse e pranojnë apo jo. when people reject the true God, Kur njerëzit refuzojnë Perëndinë e vërtet, they will worship other objects. ata do të adhurojnë objekte të tjera. The Bible speaks of the mystery of Babylon, Bibla flet për misterin e Babilonisë. and I want to tell you all about this mystery. Dhe unë dua t'ju tregoj juve gjithçka për këtë mister. And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon. Dhe japse duat na ndiqni herën tjetër kur do t'ju flas për misterin e Babilonisë. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, kemi ardhur në fundin e programit tonë edhe për ditën e sotme. Gjatë minutave të tij, doktor Jusef na shpjegoi se Nimrodi donte të ndërtonte një qytetërim që të kundërshtonte Perëndin. Një qytetërim që të ta nxirrte Zotin jashtë mode. Ai është quajtur Babiloni dhe zë një vend të rëndësishëm në Bibël. Qytetarët e Babilonisë gjodën të refuzojnë njohjen e Perëndisë së vërtet dhe në këtë mënyrë përqafuan Perënditë e rreme. Ata kishin një vizion për një qytet pa Perëndin, kishin një vizion për të vjedhur lavdinë e Zotit dhe për të krijuar kultin e vet adhurimit. Në programin tonë të herësarshëm, doktor Jusef do të na zbulojë më shumë për misterin e Babilonisë. Babilonia e cilësuar si nëna e gjithë qytetërimeve moderne. Tek zbulesa është quajtur nëna e lavireve dhe e neverive të dheut. Në mesazhin që pason do të shohim se në kullën e Babelit, njerëzit jepen pas astrologjisë dhe parashikimit të fatit. Kulla shërbente si një tempull ku ata mund të adhuronin yjet. Por adhurimi i yjeve është një formë e maskuar e adhurimit të demonëve. Në të vërtetë, të gjithë ata që ndjekin yjet e horoskopin adhurojnë Satanin dhe forcat e tij demonike në maskën e shenjave dhe planeteve. Jepse është e rëndësishme të na ndiqni programin tonë të herësarshme, ku do të mësoni më shumë për misteret babilonike. E si gjithmonë në fund të kujtoj se ne më presim letra dhe email-et tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.